Është mbajtur punëtoria për hartimin e planit aksional në regionin perëndimor bazuar në strategjinë e agroturizmit me temën "Perëndimi mendon në biznes, mundësimi i mjedisit të biznesit në rajonin perëndimor". Synimi ynë është të kyçin sa më shumë biznese në agroturizëm, sepse kështu shtohen kapacitetet dhe rritet mirëqenia. Kështu shpreh njëri nga përfaqësuesit e organizatës KDC, e cila po implementon këtë projekt. Do të merren idetë për pjesëmarrësve për hartimin e planeve që dedikohen kryesisht për agroturizëm. Në kuadër të saj do të formohet edhe grupi koordinues prej 6 komunave, ku do të jetë një përfaqësues nga institucionet lokale dhe një përfaqësues nga shoqëria civile, që do të kenë një rol bartës për shtyrjen e këtij plani aksional të niveli lokal dhe që të ketë një qëndrueshmëri më të vazhdueshme. Krejt kjo mbaret nga donacionet të ndryshme, nga grandet dhe nga dishmëria e komunave sa do të dajnë fonde për promovimin e agroturizmit. U kërkua më shumë angazhim nga komunat perëndimore të Kosovës në zhvillimin e agroturizmit. Është gjëna që mos të investohet në këtë drejtim, pasi që i kem të gjitha dhe mungojnë vetëm fondet. Këtu mund të shkohet shkallë, domethënë me investime mjaft vogla që kanë mundësi gjitha komunat regionit perëndimor që të shkojnë me një fond më të vogël, që shihen edhe nga idetë e pjesëmarrësve të cilat ka projekte që kanë vlera më të vogla prej 5.000, 10.000 dhe 15.000 euro. Gjitha këto janë mundësitë që nivelet komunale dhe besoj që mos të bjen në vesh të shordhër, por këto aktivitete dhe promovimi i agroturizmit në regionin perëndimor të gjenë një mbështetje mjaft të madhe te komunat. Është qendra kosovare për zhvillim në partneritet me komunën e Gjakovës dhe me mbështetje të zyrës së Bashkimit Evropian që po zbaton këtë projekt.